me dy persona të cilët në një moment menduan se mos Zoti Gjellëshanuhu, ai mëshirues, ai krijues, ai furnizues, ai falësi i madh, ai që na ka krijuar njerëz, ai që na ka dalluar nga gjitha gjallësat, ai që na ka vlerësuar mbi gjitha krijesat, ai që na ka dhënë formën dhe fizionominë më të mirë, mos ju pas ka hyrë në hak në një çështje të caktuar. Dhe Allahu na ruaj si ne njerëzit që dim nga një herë të jemi të padrejt me vetveten dhe me Zotin ton dhe me veprat tona, me mëkatet tona, me gabimet tona, me lëshimet tona, e orientojmë dhe e çojmë veten drejt ndëshkimit, drejt xhehenemit. Dhe këta dy persona, me veprat e tyre, me punët e tyre, me pakujdesinë e tyre, e kishin çu veten drejt xhehenemit, nga ku po i ankohen Zotit Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu. Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, i drejti absolut, i nxorri nga aty dhe u sqaru me ta. Dhe kur Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, me drejtësinë e tij absolute, u asqaroi dhe u aspjegoi atyre dy personave, ata u bindën që me të vërtet ai Allahu Gjelle Shanuhu është shumë i drejtë, dhe se ata vetes i kishin bë pa drejtësi dhe me veprat e tyre e kishin meritu atë që po e përjetonin në zjarrin e xhehenemit. Allahu ju kthye dhe po i pyet, po ju thot: a u bendet tash në atë çështje që pas këtë menduese ju është bë pa drejtësi? Të dy një zëri i thanë: po o Zot. Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu tash po ju thot: atëherë pra kthehuni përsëri atje ku keni qenë. Kthehuni përsëri aty ku vetes ja keni përgatitur